Sot jemi mbledhur këtu për të shënuar një hap të rëndësishëm në avansimin e kujdesit shëndetësor. Jemi këtu për të reflektuar mbi mënyrën se si kujdesemi për njerëzit, sidomos për ata që kanë përvoja të vështira. Shpesh përvojat e tyre janë të padukshme, por me ndikim të thellë në jetën e tyre. Në këtë kontekst është rëndësishme të kujtojmë edhe ato që shpesh mbesin të padëgjuara, të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore dhe dhune seksuale gjatë luftës dhe pas saj. Në një vend si Kosova, ku përvoja e traumës është pjesë e historisë sonë kolektive, por edhe realiteteve të përditshme për shumë individ, mënyra se si ofrojmë kujdesin shëndetësor ka një peshë të veçantë. Sepse kujdesi shëndetësor nuk është vetëm trajtim, është edhe mënyra se si një person dihet i dëgjuar, i respektuar dhe i sigurt. Pikërisht për këtë arsye, qasja ndjeshme ndaj stresit dhe traumës nuk është një shtesë në sistem, por është një domosdoshmëri. Sot lansojmë procedurat standarde të veprimit si edhe manualin për qasjen sensitive ndaj stresit dhe traumës në shërbimet shëndetësore. Si një përpjekje konkrete për të avancuar praktikat tona dhe për të mbështetur profesionistët shëndetësor në ofrimin e një kujdesi të ndjeshëm, më të sigurt dhe më të përgjegjshëm. Ky rrugtim nuk ka filluar sot. Ideja për këtë program ka lindur vite më parë. Në një fazë të hershme, Dr. Merita dhe unë patëm mundësinë të vizitojmë Bosnjë-Hercegovinën dhe konkretisht me Dika Zenicën, me disa mjek dhe infermier, pjesë e programit për të parë nga afër se si kjo qasje po zbatohej në praktikë. Ajo përvojë ishte shumë domethënëse për ne, pasi që na tregoi se ndryshimi është i mundur, por kërkon kohë për kushtim dhe një qasje të strukturuar. Duke u mbështetur në këto përvoja dhe në modele që kishin filluar më herët në Bosnjë-Hercegovinë dhe Afganistan, ne filluam të zhvillojmë idenë në kontekstin tonë, duke përfshirë edhe një proces të studimit të fizibilitetit. Në vitin 2018, filluam implementimin e programit transnacional për trajnimin e profesionistëve shëndetësor, si një iniciativë që zbatohet në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, Afganistan dhe Irak, dhe në fazën tjetër do të zhvillohet edhe në Liberi. E gjithë programi zbatohet në bashkëpunim të ngushtë me Dika Mondiale në Gjermani. Ky program është ndërtuar mbi 3 komponenta. Ato janë zhvillimi i kapaciteteve përmes trajnimeve, trajnimin për trajnerë për profesionistët shëndetësor, institucionalizimi i qasjes së ndjeshme ndaj stresit dhe traumës, si edhe ndërkombëtarizimi dhe rrjetizimi. Në kuadër të komponentës së tretë është duke u zhvilluar dhe manuali ndërkombëtar dhe pritet të lancohet së shpejti. Në Kosovë kemi arritur rezultate konkrete. Kemi trajnuar profesionistët shëndetësor dhe kemi ndërtuar një rrjet të qëndrueshëm trajnerësh. Kemi zhvilluar strategjinë rajonale me qasje të ndjeshme ndaj stresit dhe traumës, manualin dhe procedurat standarde të veprimit që po i lansojmë sot. Një arritje shumë e rëndësishme është edhe akreditimi i moduleve të trajnimit nga oda e mjekëve dhe oda e infermierëve. Duke bërë këtë qasje më të rëndësishme për zhvillim profesional. Në të njëjtën kohë kemi filluar edhe integrimin e kësaj qasje në edukimin e vazhdueshëm profesional në disa ÇKMF dhe në spitale rajonale. Këto rezultate tash po zbatohen në praktikë në komunat si Gjakov, Prizren, Pej, Mitrovic, Klin dhe Istok. Ndërkohë, shumë shpejt presim të vazhdojmë zgjerimin e këtij programi edhe në komunën Ferizaj dhe Gjilaj. Me synimin që vitet në vazhdim kjo qasje të përfshijë gjithë territorin e Kosovës. Manuali dhe procedurat standarde të veprimit që po lansojmë sot përfaqësojnë një hap shumë të rëndësishëm në këtë drejtim. Ky manual, si një dokument unik i kësaj natyre në Kosovë dhe më gjerë, së bashku me procedurat standarde të veprimit, nuk janë vetëm udhëzues teknik, por krijojnë një bazë të qëndrueshme dhe konkrete për të sjellë këtë qasje në praktikën e përditshme të kujdesit shëndetësor. Në fund, dua të theksoj se kjo konferencë nuk është vetëm një moment lansimi.
është një ftesë për reflektim, bashkëpunim dhe përgjegjësi të përbashkët. Ju falenderoj për praninë dhe për kushtimin tuaj dhe ju ftoj që sot të kemi diskutime të hapura, të sinqerta dhe të orientuara drejt zbatimit. Ju falenderoj. Kënaqësi e veçantë me qenë në mesin e profesionistëve shëndetësor, aq më tepër që i kushtojnë kujdes shëndetit mendor. Të nderuar drejtoresh zonja Sada, faleminderit për ftesën dhe angazhimin e përbashkët për të rritur cilësi në shërbime shëndetësore. Të nderuar përfaqësues të institucioneve edhe vendore edhe ndërkombëtare, të nderuar profesionistë shëndetësor, të nderuar organizatorë të gjithë bashkë dhe pjesëmarrës. Kënaqësi e veçantë që në emër të Ministrisë së Shëndetësisë ju falenderoj për të arriturat e shoqatës e organizatës Medica Gjakova, duke i kushtuar një dimension gjithnjë më të domosdoshëm sistemit shëndetësor të Kosovës, qasjes senzitive ndaj stresit dhe traumës në institucionet shëndetësore publike. E besoj që do të kaloni edhe në ato private, që janë sistem komplementar i sistemit të tërësishëm shëndetësor Republikën e Kosovës. Shëndeti nuk është vetëm trajtim i smundjes, ai është kujdes ndaj njeriut në tërësinë e tij, fizike, psikologjike dhe sociale. Sistemet moderne shëndetësore sot po kuptojnë gjithnjë më qartë se përvojat e stresit, traumës, ndikojnë drejt për drejt në shëndetin e individit, në mënyrën se si pacientët kërkojnë ndihmë, e aq më shumë në një komunitet të veçantë ato që trajton në shoqata Medica. Për Kosovën, një shoqëri që ka kaluar sfida të shumta sociale, ekonomike dhe historike, integrimi i një qasje të ndjeshme ndaj traumës nuk është vetëm një reformë profesionale, është përgjegjësi institucionale dhe njerëzore. Lancimi i procedurave standarde operative dhe manualit për qasjen e ndjeshme ndaj stresit dhe traumës përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt ndërtimit të një sistemi shëndetësor më human, më gjithëpërfshirës dhe ajo që është më saktë është edhe më sigurt për shërbimet shëndetësore për pacientët tanë. Ministria e Shëndetësisë mbetet e përkushtuar që kjo qasje të mos mbetet vetëm në dokumentet e hartuara nga ekspertët vendor apo ndërkombëtar, apo udhëzues teknik, por të shndërrohet në një praktikë të përditshme në të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor, nga kujdesi parësor, dytësor dhe tretësor, po e përsëris prapë edhe në sektorin publik, po me patjetër edhe në atë privat. Në këtë proces, roli profesionistëve shëndetësor është kyç, ata janë pika e parë e kontaktit me pacientin dhe bartësit real të ndryshimit kulturor në institucionet tona shëndetësore. Kur e përmeni kulturor, profesionistët tanë shëndetësor do të lehtësohen me përvojën e ekspertëve të përkthyer në dokument, po shpresoj dhe besirje që të shprehet empati e theksuar ndaj punës me pacient. Po aq i rëndësishëm është edhe bashkëpunimi ndërinstitucional dhe partneriteti me organizatat e shoqërisë civile, siç është Medica Gjakova, dhe partnerët ndërkombëtar strategjik Ministrisë së Shëndetësisë, të cilët kanë kontribuar në avancimin e standardeve moderne të kujdesit shëndetësor në vendin tonë. Qasja senzitive ndaj stresit dhe traumës nuk është vetëm metode punës, ajo është filozofi e kujdesit shëndetësor, e cila vendos dinjitetin, sigurinë dhe mirëqenien e pacientit në qendër të çdo shërbimi. Sot pra lansojmë vetëm një manual, po ndërtojmë një kulturë të re institucionale të kujdesit shëndetësor në Kosovë. Falënderim të veçantë për përkushtimin të gjithë atyre që kanë punuar në hartimin e këtij manuali dhe besoj fuqishëm që do të kërkohet edhe implementimi në monitorim jo vetëm të organizatës tuaj, po edhe për institucioneve të cilët merren me sistemin shëndetësor publik e privat. Konferencës i uroj sukses dhe konkluzionet e nxjerrura të jenë një mësim i mirë se si duhet silemi në të ardhmen në sistem të kujdesit ndaj pacientit.
uroj edhe herë dhe shpresoj që të kaloni sa më mirë në këtë konferencë. Faleminderit. Si pjesë e këtij angazhime, pjesëmarrja jone aktive në kuadër të programit THTP dëshmon rolin tonë për te akreditimet. Qasja ndaj stresit dhe traumës, veçanërisht në rastet e ndjeshme si dhuna me bazë gjinore, është një fushë ku profesionalizmi nuk matet vetëm me dije klinike, por edhe me mënyrën se si mjeku qaset, komunikon dhe vepron ndaj pacientit. Prandaj, përmes akreditimet, ne sigurohemi që këto trajnime të mos mbesin vetëm në nivel formal, por të kenë ndikim real në praktikë. Oda e mjekëve të Kosovës akrediton programe me qëllim të ngritjes së kapaciteteve profesionale të anëtarëve të saj dhe përmirësimit të vazhdueshëm të shërbimeve ndaj pacientëve. Si institucion, ne mbetemi të përkushtuar në zbatimin e ligjit për shëndetësinë dhe në mbështetjen e aktiviteteve që kontribuojnë në avancimin e këtyre standardeve. Faleminderit. Oda jonë i jep rëndësi të veçantë zhvillimit profesional të infermierëve, duke kontribuar vazhdimisht në ngritjen profesionale për cilësi të shërbimeve shëndetësore. Në këtë drejtim, kemi akredituar programe të ndryshme trajnuese për stafin infermieror. Disa nga këto programe janë realizuar dhe në bashkëpunim me Medica Gjakoven, të cilët i falenderoj për kontributin për ngritjen e kapaciteteve shëndetësore. Ne besojmë se edukimi vazhdueshëm është qelës për një kujdes të mirë ndaj pacientëve dhe një sistem shëndetësor më të fortë. Ju falenderoj dhe uroj në bashkëpunim me tjera. 22 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, siguria në pjesë të mëdha të vendit është e qëndrueshme. Përkundër mbështetjes ndërkombëtare, situata ekonomike në Kosovë vazhdon të jetë e vështirë. Ekonomia e Kosovës qëndron dobët krahas vendeve të Ballkanit Perëndimor, me një pagë mesatare të ulët në sektorin publik. Disvaluanci i papunësisë është shumë i madh në mes burrave ndaj grave. Kjo situatë e rëndon shumë gjendjen dhe statusin e grave dhe vajzave në Kosovë, si dhe ndikon negativisht në situatën e familjes në përgjithësi. Tema e dhunës seksuale gjatë luftës mbetet një tabu shoqërore, përveç pasojave shëndetësore të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, shpesh përballen edhe me stigmën shoqërore, familjare dhe institucionale. Heshtja të mbijetuarve dhe mungesave dijes kolektive mund t'i pengojë të marrin një punë të rregullt fitimprurse dhe të integrohen në jetën shoqërore. Ekzistojnë edhe sfida tjera si ajo e strehimoreve për gra dhe fëmijë të mbijetuar nga dhuna në baza gjinore, por si strehimorët, ashtu edhe shërbimet e rehabilitimit dhe riintegrimit nuk financohen sa duhet dhe mbeten të anashkaluara nga institucionet publike. Domosdoshmëria për një qasje të re të këtë mbijetuarit e dhunës në baza gjinore dhe dhunës seksuale ka lindë si nevojë për një qasje profesionale ndaj një situate shumë sensitive, gjë e cila zhvillohet përmes programit transnacional në Medica Gjakova. Kujdesi shëndetësor pas luftës ka bërë progres të madh. Gjatë kësaj periudhe, shërbimet mjekësore në Kosovë kanë pasur mbështetje financiare, gjë që ka bërë